Në garën më të vështirë në botë, do t'jetë edhe një shqiptare. Janë 3.8 km not, 180 km bicikletë dhe 42 km Vend të bëj gjoj. Deborah Keqi do të provoj limitet në garën që mbahet në muajin qershor, por sa e vështirë është përgatitja për këtë kompeticion. Mendova ta testoj edhe vetë. A do t'jesh pjesë e 1% që të... Pa! Iron Man, njeriu i hekurt, apo ndryshe, gara më e vështirë në botë. Fillon me 3.8 km not, vazhdon me 180 km biciklet dhe mbyllet me 42 km vrap. Të gjitha këto pa ndalim. Ky event i çmendur sportiv mbahet brenda një dite dhe këtë vit do zhvillohet në Austri në datën 14 qershor. Aty ku do të jetë pjesë edhe një shqiptare, Deborah Keqi. Por sa e vështirë është përgatitja për këtë garë, vendosa ta provoj edhe vetë bashkë me Deborah. Me që edhe tek Iron Man noti është i pari, edhe ne po e fillojmë me stërvitjen e notit. Deborah është ekspert e noti, ndryshe nga unë, prandaj më mirë po futem në lojë nga gara me bicikleta e tutje. Deborah, kaluam tek pjesa e dytë. Tani Kjo është dhe është pjesa më e bicikleta. vështirë. më vështira thua? Po stërvitja që do bëjmë në fakt është pak e vështirë, sepse është ndajt edhe ndajti është itinerar goxha malor. Ta nga pëlqyer gjithmonë, Po kështu uroj na të sta urrej pas të bëj këtë. Unë është ta gjisim. E vërtet. Se ndajt me zore gjithë makina, jo me bicikleta. Unë e kam provuar gjithmonë me makinë, në këmbë ose me bicikletë jo, hera parë për mua, po Do ta provoj. do ta provojmë. Unë mendoj që ta kish pak vështirë, megjithatë ti ke besim tek vetja, do ta testojmë. Nuk i Shiko, dihet. besim kam deri te kilometri i parë. Po. Kilometri i dytë mbrapa nuk kam aq shumë, po Okej. Deborah, bicikleta. Për ty ka qenë diçka e re apo e ke bërë edhe më përpara dhe tani thjesht po e përforcon atë idenë? Unë kam bërë bicikletë në mënyrë sporadike. Do të thonë jam njëri që në Tiranë ka lëvizur gjithmonë me bicikletë, po bicikleta për qef është ndryshe nga bicikleta e kursit e garave. Kështu që nga bicikleta si mjet qëndrimi është i ndryshëm. Kështu që mendoj që këto 6 muaj janë 6 muajt e mi të parë që kam bërë stërvitje intensive dhe rregullisht me konsistencë në bicikletë. Kjo do të jetë bicikleta që do të kesh edhe te gara apo jo? Kjo bicikleta ime. Cilat janë E kam detajet? shumë gjanë. Cilat janë detajet e kësaj biciklete? A ka ndonjë gjë të veçantë apo se nuk duket aq e thjeshtë? Nuk është bicikleta mam triatloni, është bicikletë kursi, ciklizmi. Unë e kam përshtatur për triatlon. Këto janë zakonisht shkopat që vehen për bicikletë e triatlonit, sepse ndihmojnë në aerodinamizëm. Dhe kur është terreni i flet, i shesht, këto të japin shumë shpejtësi se sa një bicikletë normale. Megjithatë, në Austri unë kam një terren malor dhe shpesh herë këto dhe nuk është se përdoren shumë në terrene malore. Kështu që kjo është një bicikletë hibride do të thonë. Ai ke vënë emër? Jo, nuk i kam vënë emër. Mendoj të vesh emër. Unë gjithmonë i them kështu my baby. My baby, okay. Për këdheli. My baby. Unë them të vazhdojmë për dajt, my baby dhe my baby, kemi dy. Bëhemi gati dhe të Ti ke shohim përdorur ndonjëherë bicikletë kursi? hera parë. Hera parë. Inshallah dal gjallë në A ti fytyrin. përdorësh marshët? Ndoshta.
Jo, nuk ka shanse më. Ua, ku ta lekët? Nuk ngjitem më as 1 metër më shumë, këtu do i pres. Unë mendoj që në gjithë procesin e Ironmanit, mendoj që pjesa e biçikletës është pjesa jo më e rëndësishme, por mendoj që është dhe më e gjata dhe kur stërvitesh mirë, kur ke bazat e mira në biçikletë, mendoj pastaj që edhe vrapin është shumë më thjesht për ta mbaruar. Mu të paktën këtë gjë ka thënë profesori dhe për hir të vërtetës gjatë kësaj periudhe, unë mendoj që më shumë jam stërvitur në pjesën e biçikletës edhe mendoj që është pika që kam pak më besim të vetja, ndoshta edhe më shumë se të noti. Në lidhje me biçikletën, për pjesën e qëndrueshmërisë që nevojitet në biçikletë, është e aftë që ta kryej deri në fund, por biçikleta te ky sport që Debora ka nisur është një pjesë e tranzitit. Pra, është një kalim nga noti drejt vrapit. Vrapi është finalja më e rëndësishme e kësaj gare, no? Unë kam qenë me fat në fakt që kam ndarë këtë rrugtim me profesorin, edhe për gjithë ata që nuk e dinë se nuk e prezantova, Nini, në them the coach, jo profesori, po el profesor, që është i ambitor. Një vrap i shkurtër besoj po. Po, mendoj që do bëjmë një 5 kilometrash. 5 kilometra. Për ty, se unë do vazhdoj, do bëjmë. Ik para se erdha, ik para. Tani vrapi te gara jote është i fundit. Dhe është 42 kilometra vrap. 42 kilometra bën te gara. Një maraton e plot. Sot do bëjmë pak stërvitje, 5 ose 10. Disi më takatin. Vrapi mendoj që edhe për shkak që është i fundit në radhë, mendoj që është pjesa më e vështirë dhe plus është një maraton e plot 42 kilometra. Edhe çelësi gjithë kësaj gjës është nuk e sulodh. Jo. Çelësi gjithë kësaj gjës është që të mbash një ritëm konstante. Shpeshherë njerëzit e fillojnë si puna jote tani, që je me energjinë e fillimit. Edhe duan t'tregojnë që vrapojnë shpejt. Ndërkohë mbas 1 kilometri do fillojnë të shfaqin shënjat e para. Unë nuk e bëj të gabim se mua ka mësu ligjet e jetës të rrugës që në jetë duhet të jesh konstant. Okej. Se po dhe për shembull shumë dashuri të lipës, sa nuk jep më. Jo. E hëngre. Prandaj e kam kuptuar. Okej, ja do të shikoj. Ja, se ti. Jo, e kam për që në ari pasë që është. Okej. I për nuk mjaftoj që provëve të noti, të biçikleta tani do dhe vrap. Po që Po duhet të kritëm. që të quhet gara e përfunduar, duhet bësh edhe vrapit. Edhe këtu tregohet jo vetëm forca fizike, po forca psikologjike. Që tani mblidhi, po se vjen një pikë gjatë garës, pas 10 orësh aktivitet fizik, Okej. që ti praktikisht mund të përgjigjen më. Po të bëj një pyetje, një kuriozitet. Sa përqind e popullsisë së botës kanë vrapuar një maraton plot? Mendoj që janë pak. 1% e popullsisë së botës. Do thoja 2. A do të jesh pjesë e 1% që të Pa! botës? Do jem. E di sa njerëz kanë përfunduar një Ironman? Jo. 0.001% e popullsisë. Pra Debra ti je një nga 0.001% njerëzit të botë? Do tentoj të jem se nuk jam akoma. A do ta mbarosh E di kush është po patjetër, do ta mbarosh brenda 17 orëve. Siç të mbaron për 17 orë 2 minuta. Nuk quhet. Jo. Për shembull, kam shumë qejf në gjithë Everestin, më lart në botë. Do vesh flamuri shqiptar lart? Dua shumë. Me shpresën e Zotit, kemi shëndetje rreth parë se mbas kësaj sfide, mendoj që qëllimi tjetër është ai, edhe pse aty në fakt do më duhet pak edhe ndihmë, edhe mbështetje, edhe nga palët e treta, sepse ato janë ekspedita të cilat edhe kushtojnë shumë. Edhe ndoshta nga ana financiare e kam pa. Sa kushton Everesti për ta ngjitur? Ekspeditat për Everest? Përafërsisht. Fillojnë nga $60,000 deri në $150,000. $60,000 një ngjitje? Është baza e një ekspedite. Dhe sa më e shtrenjtë jetë ekspedita, aq më shumë probabilitet ke që ti ta ngjisësh. Debora, asnjë femër deri sot nuk ka bërë këtë që më bër ti. Më ke lodh, kam ndjek kam mbrapa, të gjitha nuk kanë bërë asnjë femër deri tani. E kam këtë efekt, Flori.
Shko, Shaka, se dalë shaka. Ba. Për mua kjo ishte e vështirë, për ty ishte nxemi, më thëmë. Po. Po, kur shkosh te Ironmani dhe për ty do ke sfidë më veta da aty. Cilat janë qëllimet, ndoshta çfarë po mendon për aty? Unë ta thash, janë shumë kilometra. E përmenda janë 3.8 kilometra not, 180 kilometra bicikletë dhe 42 kilometra Po vetë prapë. kur e dëgjoj, Edhe unë mendoj që duke e përmendur, ndoshta do mësohem pak me iden, po çdo herë që e përmend më duken akoma më të frikshme si distanca, e sidomos tani që koha po afron, se ndoshta 6 muaj përpara thoja se kam kohë. Kurse tani jam pothuajse 1 muaj nga gara edhe lodhja fizike akumuluar gjatë këtyre muajve, por sidomos lodhja psikologjike. Unë e thash me shaka shpar, po një nga frikat e mia më të mëdha që kam filluar e mendoj shpesh të kohë është çfarë do ndodhe nëse unë nuk do ta mbaroj dot garën për 1 milion arsye të ndryshme. ai qëllimi vetëm që ke këto kohë. Po, edhe 6 muajt e fundit jetës time kam qenë 100% e fokusuar tek kjo garë, edhe ja kam bërë zmetin, si i themi ne, plotësisht. Edhe do isha zgënjim shumë i madh nëse nuk do e mbaroja. Për veten time, për trajnerin tim që ka qenë në këtë rrugtim njëjtë si kundër unë, po le të fokusohemi te gjërat pozitive. Unë do jap maksimumin, për këtë jam e sigurt, sepse asgjë që kam nisur në jetë se kam lënë gjys, ose të paktën nuk e kam lënë pa bindur veten time që kam thënë maksimumin tim, se pastaj se çfarë ndodh është varet nga situata apo nga faktorë të ndryshëm, por jam e bindur që do jap maksimumin për ta përfunduar garën, sepse qëllimi kryesor këtë herë është për ta çuar garën deri në fund. Edhe nëse arrit të bëj një kohë të mirë, pse jo, ndoshta për ta menduar, për ta ndjekur pak më profesionalisht këtë rrugtim apo këtë karrierë në thojza, edhe pse në nivel gjithmonë amatoresk. Në datë 14 ndiqeni dhe ju Deborën çfarë do të ndodhi tek Ironmani në Austri. Falenderoj. Ky ishte episodi për këtë herë, herën tjetër inshallah jam gjallë dhe jo i ngrirë nga gjunjë, do kemi prapë gjëra të bukura. Ciao. Bye. Oh, Ja dole. kam bërë një maraton 5 km dhe kam qenë kundër teje. Ku? Po, Durrës. Ua, mos më Para. E di se unë aty kam lind. Po s'ke bërë vetëm ti vrap, po Debra, se edhe ne tjerë të bëjmë vrap. S'është liçeni i joti, është edhe ne tjerëve. Ne sa po ndaluam pak se Flori ka frikë mu konja. Kujdes me. O çuna. Ha më çuna. Si po ju shkoni ju? Mirë. E sa kilometra keni bërë sot? 700? Oh. Qa është kur dëm këtu? Ja, lodhja. Ja, s'besoj që është lodha, duhet jetë në problem tjetër. Ka dalë një damar këtu. Kush mu? Po, të vish të ndjekësh. Aty nga afër? Po. Po pse ti për shkak shkon ndjek futbollin, pse mos ndjekësh dhe mua? Bëj një episod part 2 aty. Po. Do ta mendoj miq, votoni në komente. A duhet të shkoj në Austri për Ironmanin dhe a duhet futem garë, se ky është qëllimi, se vetëm po shkua aty. Ja. Ha, po. Ándale.